Shqipëria renditet e dyta në Europë për përqindjen e popullsisë që përballet me probleme strehimi, menjëherë pas Turqisë, sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2023. Rreth 12.7% e shqiptarëve jetojnë në kushte të pasigurta banimi, një nivel shumë më i lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, që është rreth 4%. Kjo situatë vjen në një kohë kur ndërtimet e reja janë shtuar ndjeshëm, sidomos në qytete dhe zona bregdetare, ndërsa popullsia në vend po zvoglohet. Pavarësisht kësaj, gati 1 në 8 banor përballet me vështirësi serioze për të siguruar një banesë të përshtatshme dhe të përballueshme. Në krahasim me vendet e Europës perëndimore dhe veriore, ku niveli i problemeve të strehimit është 92%, diferenca mbetet e thellë. Edhe në rajon, Shqipëria paraqitet më dobët se vende si Serbia dhe Maqedonia e Veriut, ku rreth 7% e popullsisë has vështirësi në këtë drejtim. Një nga arsyet kryesore lidhet me raportin mes pagave dhe kostos së jetesës. Qirat janë rritur ndjeshëm, duke u bërë një ndër faktorët kryesor të inflacionit. Në disa zona të Tiranës, çmimi për apartamentet vogla arrin deri në 900 euro në muaj, ndërsa banesat më të lira janë të pakta dhe zihen menjëherë. Ndërkohë, pagat nuk po rriten me të njëjtin ritëm. Paga mesatare bruto arriti në rreth 83.000 lek në vitin 2025, duke bërë të vështirë për shumë familje përballimin e kostove të banimit. Tregu i ndërtimit është orientuar kryesisht drejt investimeve dhe turizmit, duke reduktuar ofertën për banesa të përballueshme. Në të njëjtën kohë, mungesa e politikave efektive sociale dhe presioni nga emigracioni dhe lëvizjet e brendshme kanë përkeqësuar më tej situatën.